Muaji i Ramazanit, muaji i zbritjes së Kuranit. Në ajetin 185 të surës Bekare, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Muaji i Ramazanit është ai në të cilin ka zbritur Kurani, që është udhërrëfyes për njerëzit, plot me shenje të qarta për rrugën e drejtë dhe dallues i së mirës nga e keqja. Një prej mundësive të përkryera në muajin e begatë të Ramazanit për të qetësuar shpirtin dhe zemrën është leximi i Kuranit të shenjtë. Ky lexim duhet të jetë i shoqëruar me kuptim, arsyetim dhe zbatim, sepse Kurani i shenjtë, libri i Allahut, të cilit nuk i vjen e kota nga asnjë anë, ai është i pandryshuar dhe udhëzon në atë që është më e mira, më e përkryera dhe më e dobishmja, siç thot ajeti 9 i surës Isra: Bismillahirrahmanirrahim, Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Në të vërtetë, ky Kur'an udhëzon drejt asaj që është më e mira dhe u jep lajmin e gëzuar besimtarëve që bëjnë vepra të mira, se ata do të kenë shpërblim të madh. Kurani i shenjtë është ai që i mëson njeriu balancimin dhe ekuilibrin mes materiales dhe shpirtërores në çdo sferë të jetës. Prandaj, le të jetë Kurani shoqëruesi ynë më i mirë në muajin e Ramazanit dhe në të gjithë jetën tonë. Allahu na bëft për lexuesve dhe zbatuesve të Kuranit dhe na ndriçoft jetën me dritën e Kuranit.